If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire witness. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire witness. Wings, with the new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Në Roka Luce, Blumi gjen Dafnin. Gjithashtu shikon edhe fytyrat e dashura të familjes së saj nga e kaluara. Kupton se ka ende fuqi brenda saj, por duhet besoj që t'i çliroj. S'ka i gati mposhtet në magji, por Blumi arrin ta shpëtoj. Ushtria e errësirës po marshon drejt Alfeas. Kjo është betejë finale. Kjo është, zini pozicionet. Rreziku s'ka qenë kurrë më i madh se kaq. Sulmoni! Sulmoni! Protetta l'Italia! Po mendoj se barjera e tyre qesharakit do ta frenoj? Vete kërkuar shtriga të liga! Ç'është kjo? Po fare! Nuk besoj se do të rezistojmë edhe për shumë kohë, ç'do të ndodh me ne? Ej Sky, gëzohem që të shoh sërish. Përshëndetje, e keni problem të bashkohem me ju? Nuk është e mundur! Nuk më besohet! Mendove se më hoqi qafra, apo jo Ajsi? E po mendove gabim. Çfarë kujton se po bën? Me sa duket ti haron që nuk je e vetmja që zoturon fuqinë e dragojt. Kësaj radhe Blumi nuk është vetëm.
Nuk di se si ja bën Bloom, po ti gjithmonë ma atharon. Më në fund, ku dreqin përfundove ti dhe Po Blumi? ja si fillim parkuam motorin në pyll dhe pastaj... Pastaj bëm një shëtitje. Pra, dhe si shkoj? Donim të rinin vetëm dhe në fakt ishim totalisht vetëm. Magic tani është një qytet fantazëm Riven. Triksa dhe tepruan kësaj radhe. Po, dhe me sa duket Blumi tani e ka marrë veten. Ej, Djema, mendova t'ju ndihmoja pak. Më duket se fuqitë e tua janë të shtëruara. Magji lulesh! Le të shtojmë edhe pak muzikë! Mjaft tashmë! Forca e krijesave lidhet me fuqinë e triksave. Kur bie nivelet e energjisë së shtrikave, bie dhe ajo në shtrisë të tyre. Ku është Blumi me Ice-in?
referatu. Ma lër mua në dorë motor, e rregulloj unë. Provoje të dalësh që andej, zane vogël. Jo! Jo! Mirta! Kam përshtypjen se pas gjithë shkaje është mbrëmje. Kujtova se s'do të takoja më Bloom. Studentet e mia dhe unë duhet të kthehemi në kullon e reve, Faragonda. Kemi shumë punë, do të duhet kohë që gjërat të kthehen në normalitet. Po për Trixët, Duket sikur janë zgjuar nga një ëndër e keqe. Ishin çmendur nga etja për pushtet. fuqia e dragojit i përket të Bloomit dhe vetëm ajo mund ta kontrolloj. Përpjekja për t'ia marrë ishte marrëzi dhe e rrezikshme. Të siguroj që do të dënohen për krimet e tyre. Do të dërgohen në liçenin Rokaluce për dëlirje. Lajme të mira nga magjia, jeta po i kthehet normalitetit. Mrekulli. Jepi pranat! Herët apo vonë do të duhet ta pyesësh. Na falni, Nati ka një kërkesë. Vazhdo, Nat. Shke.
E po, shiko si është puna, unë besoj se ndihem shumë mirë këtu në Alfea, dhe do doja, në qoftën se ka vënd, unë do doja shumë që të rria këtu, po, do me thënë do të ishte mirë. Nat, nëse nuk gaboj, po kërkon të rish në Alfja, Si thua, Griffin, e ke problem nëse ri këtu dhe jo në kullën e reve? S'kam asnjë kundërshtim dhe e vlerësoj që po konsultohesh me mua për këtë çështje. Si po shkon, Nat? Festa do të filloj shumë shpejt. Gjithçka duhet të jetë për mrekulli. Shikojmë më vonë. Hej, ju të dyja, po bëheni gati për sonte? Je e sigurt se do të rrish këtu me mua? Po, sepse kulla e reve është shtëpia ime. Sa mirë më vjen që gjeta një shoqe si Flora. Ti e di vetë, Mirta. Mund edhe të ndryshosh mendjen. Oh, se besoj se do e bëj. Gëzohuni, vajza. Do të ktheheni në shtëpi. Mirupafshim, Lucy. Do të më marr malli. Mos u shqetëso, Mirta. Do t'jesh mirë. Do ta shohësh. E di, vetëm se kam nevojë për pak kohë. Them se erdhi koha të përshëndetemi. Luftuam mirë, Faragonda, por tani ka ardhur koha që shkollat tona të përqendrohen në misionin e tyre. Aha, Forca, vajza, nxitoni, kulla e reve pret kthimin ton. Icy, Darcy dhe Stormy do të shkojnë në liçenin Rokaluçe për dëlirje. Pafshim! Forca, Kiko! Mos u mërzi. Pepe do të ri me mamin. Edhe ti do të rish me mua, apo jo? A? më kushtoni vëmendje, ju lutem. Jemi mbledhur të festojmë një moment historik për Alfean. Alfea ka qenë gjithmonë shkolla e zanave, dhe për nder të kurajos, besnikërisë dhe shpirtit të jashtëzakonshëm bashkëpunues që treguat me njëra tjetrën, sidomos gjatë ditëve të fundit, kam vendosur të përkufizoj sërish konceptin e zanës moderne me një fjalë të re. Wings! Mendon se duhet ta bëj? Natyrisht, mund të vazhdosh. A mund të ngrej një dolli për Brandonin dhe Stellën? Ej, mos më ka ikur gjë mua? Po, një dolli për çfarë? Çfarë do të thuash? Është një dolli për të festuar faktin që nuk je një princ dhe që unë nuk e kam problem fare. Kam përshtypjen se shumë shpejt do të kemi një tjetër arsye për të ngritur dolli, apo jo, Tekna? Hej, nimfat! Blum, je mirë? Duhet të isha e lumtur, ë?
Si nuk je? Po nuk e di. Në fakt vazhdoj të mendoj për prindrit e mi adoptues, për prindrit biologjik, për të kaluarën dhe prap ka shumë gjëra që nuk i kuptoj. Me të vërtet nuk po tallem. Dëgjoj, çfarëdo që të vendosësh, duhet ta dish se tashmë nuk je më vetëm.